Gjatë orëve të natës, qyteti i Shkodrës është përfshirë nga rreshje të dendura shiu dhe erëra të forta të cilat kanë shkaktuar probleme në disa zona, ndërto edhe në rrugën e Rusit. Si pasojë e motit të keq, një pemë është rrëzuar në rrugë duke bllokuar qarkullimin e automjeteve që prej orës 4 të mëngjesit. Pas disa orësh punë, segmenti u pastrua plotësisht dhe qarkullimi i automjeteve u rikthye në normalitet. Rreshjet e shiut dhe era e fortë gjatë natës kanë bërë që rruga e Rusit të bllokohet nga ora 4 e mëngjesit deri rreth orës 7. Shkak është bërë një pemë rrëzuar në tokë, ndërkohë që menjëherë policia ka marrë masat për të devijuar trafikun, ndërkohë që drejtoria e shërbimeve publike në Bashkinë Shkodër ka nisur prerjen e pemës me sharr elektrike, duke bërë të mundur lirimin e rrugës. Fatmirësisht, nga rrëzimi i pemës nuk janë raportuar persona të lënduar apo dëm me materiale në automjete e objekte përreth. Në lidhje me situatën ka reaguar edhe kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci, i cili ka bërë të ditur se rruga tashmë është e kalueshme dhe se shërbimet bashkiake kanë qenë në terren që në orët e para të mëngjesit për të menaxhuar pasojat e motit të keq. Ai theksoi se strukturat e emergjencave dhe shërbimeve publike kanë ndërhyrë për pastrimin, lirimin dhe kontrollin e segmentit rrugor, duke mundësuar kalimin e sigurt të mjeteve dhe qytetarëve. Sipas parashikimeve të motit, rreshjet e shiut dhe erërat e forta pritet të vazhdojnë edhe gjatë orëve nevojim. Ndaj autoritetet u bëjnë apel qytetarëve të tregojnë kujdes gjatë lëvizjes dhe të shmangin qëndrimin pranë pemëve apo objekteve që mund të paraqesin rrezik.